Lam të mirë diabet, mos i fusni në goje këto nëntë ushqime për ta mbajtur nën kontroll. Është shumë e rëndësishme që të mbani nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak nëse jeni të diagnostifikuar me paradiabet ose me prediabet ose diabet. Edhe nëse e konsideroni veten si një person i shëndetshëm, mbajtja e niveleve të duhura të sheqerit në gjak do të ndihmojë dukshëm në parandalimin e dëshirave të paqëndrueshme të cilat mund të shkaktojnë edhe luhatjen e sheqerit në gjak. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk e dinë se cilat ushqime mund të shkaktojnë rritjen e niveleve të sheqerit në trup. Prandaj në këtë video, sipas Healthline, kemi renditur disa nga ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj pasi mund të shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pijet freskuese ato me gaz janë të dëmshme për personat me diabet. Pijet e gazuara janë plot me shurup misri dhe fruktozë të lartë, si dhe me sheqer në shtesë të cilët mund të shkaktojnë edhe në një rritje të papritur të niveleve të glukozës në gjak. Ndërsa pijet të gazuara dietike mund të jenë pa kalori, ato ende kanë aftësinë të ndikojnë në ndjeshmërinë e insulinës, ndaj duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe t'i evitoni nga dieta juaj. Sheqeri tek pijet e gazuara mund të godas menjëherë gjakun tuaj, pasi pijeve të gazuara u mungojnë fibrat dhe rezultatet mund të jenë mjaft të dëmshme për personat që vuajnë nga diabeti. Personat që vuajnë nga diabeti gjithashtu duhet të tregohen të kujdesshëm edhe me konsumin e bukës së bardhë, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në çështjet tuaja shëndetësore. Disa feta bukë janë të shëndetshme, sidomos nëse nuk vuani nga diabeti. Buka e rafinuar dhe e bardhë mund të rrisë ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjakun tuaj. Nga ana tjetër, ndikimi i bukës me drithra është më graduale për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave. Kjo ndihmon për të stabilizuar nivelin e sheqerit në gjak dhe të sigurojë gjithashtu një burim më të mirë të qëndrueshëm edhe të luhatjeve të energjisë. Ushqimi i përpunuar mund të ndikojë negativisht në sheqerin dhe të shkaktojë luhatje të pakontrolluara të tij. Ushqimet e përpunuara janë të rrezikshme pasi ato zakonisht përmbajnë karbohidrate të rafinuara dhe sheqerna të fshehura, që mund të rezultojnë në rritje të niveleve të sheqerit në gjak. Shurupi i misrit me fruktozë të lartë dhe sheqernat shpesh shtohen në ushqimet e përpunuara për të zgjaturit gjatësinë dhe për të përmirësuar kështu edhe shijen e produktit të cilën po e konsumoni. Sigurohuni që të lexoni etiketat për ushqimet e përpunuara, për të shmangur çdo sheqer të shtuar, gjithashtu edhe për të evituar kështu komplikacione të organizmit tuaj. Një tjetër produkt negativ për shëndetin tuaj, sidomos të personave që vuajnë nga diabeti, është edhe orizi i bardhë. Pavarësisht përhapjes së tij në shumë më pjata, orizi i bardhë është në të vërtetë mjaft i keq për organizmin dhe shëndetin duke mos e mbajtur atë nën kontroll. Është i lartë në karbohidrate dhe i ulët në fibra dhe tretet menjëherë dhe shndrohet kështu edhe në glukozë. Orizi i kafë është një alternativë më e mirë se orizi i bardhë, pasi nuk është e hequr i gjithë produkti ushqyes. Kështu nëse doni të konsumoni oriz, zgjidhni atë kafë, si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Makaronat gjithashtu mund të jenë të dëmshme për personat të cilët vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Makaronat mund të shkaktojnë rritje të niveleve të sheqerit në gjak dhe mund të ndikojnë negativisht edhe në organizmin tuaj. Nëse jeni një person që vuani nga luhatjet e sheqerit në gjak ose të predispozuar që të keni këtë problem, atëherë makaronat duhet t'i evitoni ose t'i reduktoni në dietën tuaj. Është më mirë që t'i zgjidhni ato të cilat prodhohen nga drithra dhe shoqërohen me perime dhe kështu do të keni përfitimet e tyre dhe të mbani larg komplikacionet e luhatjeve të sheqerit. Fast foodet janë të dëmshme për personat të cilët do vuajnë nga sheqeri i lartë në gjak. Fakti që ushqimi i fast foodit ose hamburgerave është plot me sheqerna, natrium dhe yndyrna të pashëndetshme nuk duhet të jetë befasi për askënd.
pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në çdo aspekt të shëndetit tuaj dhe të shkaktojë kështu luhatje të menjëhershme dhe probleme të pakontrolluara. Ushqime të tilla si pula e skuqur, patatet e skuqura dhe hamburgerat janë jashtëzakonisht të larta në karbohidrate të rafinuara që janë përgjegjëse për rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Në vend që të përgatisni ushqimet e shëndetshme në shtëpi, është mirë që t'i konsumoni ato ushqime të cilat i përgatisni vetë dhe të evitoni gjithashtu ushqimet e përpunuara të fast foodeve, pasi mund të ndikojnë në drejt për së drejti në luhatje të forta të sheqerit në gjak, të cilat në disa raste mund të kërkojnë edhe trajtimin më të madh mjekësor. Patatet e skuqura, kryesisht ato të cilat i konsumoni në fast foode, mund të jenë të dëmshme gjithashtu edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak dhe jo vetëm. Kur bëhet e skuqur, patatja mund të rezultojë në rritjen e konsiderueshme të nivelit të sheqerit në gjak. Kjo është për shkak të karbohidrateve të nisë shtesë që konvertohen në sheqer shumë shpejt. Dhe gjithashtu kjo mund të konvertohet më shpejt në glukozë. Megjithatë, nëse jeni duke kërkuar për një alternativë më të shëndetshme, provoni kështu edhe pataten e ëmbël. Është një nga alternativat më të mira të cilën mund ta konsumoni në dietën tuaj dhe të shkaktojë edhe një përmirësim më të mirë kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Gjithashtu, lëngjet e frutave të supermarketit mund të jenë të dëmshme për personat të cilët kanë luhatje të sheqerit në gjak. Pirja e lëngjeve të frutave është një tjetër gjë që është e dobishme dhe konsiderohet e mirë, vetëm nëse janë ato të sapo shtrydhura. Megjithatë, lëngjet të paketuara, të cilat merren edhe sidomos gjatë një ushqyerje jo të shijshme, mund të ndikojnë negativisht te personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Në vend të tyre preferohet të konsumoni fruta të plota dhe të evitoni kështu edhe mungesën e fibrës gjatë përgatitjes së tyre. Kështu, nëse vuani nga diabeti, evitoni ose reduktoni këto ushqime dhe bëni një konsult me mjekun tuaj për të përzgjedhur ushqime të cilat ju përshtaten më mirë në dietën tuaj të përgjithshme dhe gjithashtu nuk shkaktojnë arritje të niveleve të sheqerit në gjak. Dieta duhet të jetë e bazuar edhe në bazë të personit. Ushqimet e duhura dhe aktiviteti fizik janë një jetike për mbajtjen nën kontroll të niveleve të sheqerit në gjak, ndërsa gjithashtu edhe personat të cilët konsumojnë ushqime të duhura, evitojnë ato të cilat shkaktojnë komplikacione, balancojnë sasinë e ushqimeve me aktivitetin fizik për të trajtuar një gjendje shëndetësore si diabeti, do ta kenë më të lehtë të mbajnë nën kontroll luhatjet e sheqerit në trup. Prandaj, sa më mirë që përgatiteni për mbajtjen nën kontroll të këtyre problemeve, aq më të lehtë do ta keni edhe menaxhimin. Një plan i dur ushqimor për diabetikët përfshin marrjen e ushqimeve të shëndetshme, gjithashtu edhe produkte të cilat janë edhe të rregullta nën kontrollin e duhur. Gjithashtu edhe ngrënia e vakteve në kohën e duhur dhe në sasinë e duhur mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër komplikacioneve të sheqerit në gjak. Sipas American Diabetes Association, ADA, është lista e ushqimeve të cilën duhet ta keni pjesë prezente të dietave tuaja, të cilat do ju ndihmojnë në dukshëm kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sipas ekspertëve, në dietën tuaj mund të shtoni perimet jeshile. Perimet jeshile janë shumë ushqyese dhe me pak kalori dhe gjithashtu janë në dukshëm më të ulta në karbohidrate të tretshme, të cilat ndikojnë në trupin të mbajë nivelin e sheqerit në gjak. Zarzavate të tilla si spinaqi, lakra, brokoli duhet të përfshihen në vaktet tuaja të ditës, sidomos nëse i konsumoni brenda sasive të lejuara dhe si duhet, do ta keni më të lehtë të menaxhoni çështjen tuaj shëndetësore dhe mbi të gjitha t'i bëni ballë luhatjeve të sheqerit në gjak. Kjo është një mënyrë alternative shumë e rëndësishme lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve citonel tisajt. Për të menaxhuar më mirë luhatjet e sheqerit në gjak, konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë. Bëni një dietë individuale me ushqimet që ju përshtaten më mirë dhe ato që u shkaktojnë rritje të niveleve të sheqerit. Kështu, do ta keni më të lehtë mbajtjen nën kontroll të problemeve që mund të shkaktojë diabeti dhe mbi të gjitha të reduktoni edhe problemet e sheqerit të lartë. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.